Këtu para jush është e pandera avarit e Badrugu, e cila në periodën kohore maj bush 10 maj, në cilësinë e prokurorës së shtetit pranë Departamentit për Krime të Rënda Prokuroria Themelore në Mitrovic, e thirrur për hetimin e krimit dhe zbatimin e ligjit, ka keqëdorë detyrë zyrtare në qëllim që të përfitojë çfarëdo të bie për vete dhe i njëjta në mënyrë të tërësisht ka kërkuar dhe pranuar rishok për vete. Ças kemi kanë qenë të autosalonit tonë. Një është punë jam, një punë e vlot, dhe një që e këmë bonin të rem me gjonë e vlot ka të revesejrit. A keni njohuri jo që prokurorja në rastet, nga idea une, kom bo kërkes për vazhdimin e masës arrestit shtëpia. A keni njohuri? Jo, s'ka njërë. Udhëhesni procedurë penale kundër juve dhe prind familjes, respektivisht babait dhe vllaut, ashtu? Kjo procedurë penale është udhëhequr me dyshimin për detyrim dhe fajtë, ashtu? Unë kontestova kredibilitetin e dëshmitarit, por në fakt nxora dhe disa prova me rëndësi për të vërtetën këtë çështje penale, sepse dëshmitari fillimisht tani verzion se kishte negociuar shumë të ndryshme me tani dëshmitarin bashkëpunues këtë çështje penale Saks Makollin, dhe më vonë demontoi vetveten sepse tha këtë shumë për 10.000 euro fillimisht e kishte kërkuar hua dhe ishte një ngatresë totale.